Sot do të flasim për shërbimin e transportit publik. Shoqata e këtij transporti ka reduktuar pothuajse gjys për gjys flotën e autobusëve për të transportuar njerëzit në destinacione të ndryshme dhe disa linja të Tiranës. Ne do të pyesim qytetarët nëse janë të kënaqur nga ky shërbim ose jo dhe çfarë do të bëjmë për mëtej. Mos ndoshta kjo është për të rritur çmimin e biletës apo për të krijuar një kaos që qytetarët harxojnë më shumë nga xhepat e tyre. Këto dhe shumë të tjera na ndiqni në Vox Pop. Sa mirë më ke dalë sot. Unë nuk jetoj këtu, vi për pushime. Jam invalide si që shikon. Ti e shef po. Sigurisht. Ndaj ndalova për të marrë dhe ju mendimin tuaj se a jeni të kënaqur nga ky lloj përshtypje që hypi në autobus kur s'ka mundësi të marr taksi dhe si shoferi që herë kalon dhe nuk ndalon fare, faturinot janë kaq të pa. Do me thonë, nuk e di, ose duhet ju bëj një farë specializimi që invalidët nuk e kanë të ndaluar të hypin në autobus. Ta bëjmë pyetje për transportin publik? Pa fol. Ashtë. Po flasim për shërbimin e transportit publik, për urbanët. Ju, si pensionist, përdorni urban apo jo? Jo vetëm që përdor. Po e kam përdor që kur isha këtu student. Kur një veshin autobuset, po s'kishte autobusin. Ta thonë që kemi përgjysmuar flotën e autobusëve. Po edhe ka, një ditë kur isha nga Unaza kishte. Nga Unaza? Nga Unaza kishte një shumë që prisnë. Po këta thonë që i ka dhe Green Line Unaza. Janë elektrik, sarxojnë as naftë. A, nuk e di dhe njësë. Kom ma shumë, apo ne kom. Apo ne? Kom Edhe Rama falas. Qa Rama më përpash zotin, hëtë i morë. Dhe ato janë të domosdoshëm autobuset, por janë të domosdoshëm në një kuptim. Për të hyrë te një që do shkojnë punë, një pensionist si kur jam unë, për shembull, këtu tani kam problemet e mia, po që do të lëviz. A gjeni ju? Jo për të futur si që futeshin para disa vjetëve. Si që kishte karrocën me plehra, me mthet thashe, me fëmije, me mthet, në derë të autobusit e marina. Se kanë dhe vëndin pikërish ku të vejnë mjetet e karrocave, apo të çdo lloj mjeti invalidësh. Pra transporti jonë në Tiranë, transporti publik, do me thënë, unë ndjem e fyër. Jashtë kushteve për persona jo, kushtet i kanë. Ju mungon ajo platforma për të hypur te dera që gjithë kompetenca. Po. Dhe hajtë ato nuk mund ta kërkoj. Po sjelljen e tyre, njëri më tha son, hecë më tha mu, shoferi as të ndjek fare që a zuri vënd, a nuk zuri vënd invalidi. Ndofta nuk është i detyruar ta bëj këtë, po bota jashtë e bën. Nuk e di, do me thënë, është një kërkesë për mendimin tim, e realizueshme, jo e paralizueshme. Dhe të më ofendoj faturinët, më thotë merr taksi po desha. Jo po deshe, po nëse do, si thash, po nuk po më hapin rrugën, se edhe njerëzit që janë aty prezent nuk i krijojnë kushte, vetëm do kush ma jep dorën dhe ulem. Hec, më thotë faturina, i thash për çfarë të rrëzohem. Jam shumë e prekur, jam lindur dhe rritur në këtë vend. Unë jam e smur, kurohem atje ku jetoj në Francë, por një sjellje e tij në vendin tim që unë vi me shumë dëshirë, më prek. Do me thënë një kërkesë tash, ku t'i them se dhe kontrollori që hypën, mora me e hapsi tem që thojni diçka faturinave që t'jenë më të sjellshëm me invalidët e t'i ndihmojnë e t'i japin dorën, apo si ç'veprohet në botë. Tha nuk jam për këtë punë, e di thash. Vazhdon edhe sot të vi zonjusha për shembull me një ose dy fëmijë dhe të shofi ku mund të vendosi fëmijët, jo vetëm e vetë. Në kohën që ato fëmijët, shoqër që i ka ba, nëse s'ka njerëz të investojë se tani, a kupto, të qojnë për kopshte e qerë dhe të thashe njërën tjetër, të dali ke një mike, ke një tjetër me mundësit e veta, po jo në këtë autobus. Pra ju thoni që... Prit të shi.
Flas tonën për autobusat. Të duam dhe ne. Ne duam Për këtë ta si e fola. shikon një Nuk flas tash ti qëllimin e autobusit. Ka këto keq kuptime. Po pensionin si kanë ngrit pensionet. për herë më kam ngrit, i kam ngrit. Për herë thotë që i kam ngrit. Gjenjen. Pasaqan gjenjështar i madh, mashtruesi i madh. Pasaqan nuk e di që të thonë më, ati. Nuk di që të prehem me ta. Tjetër thot, tjetër bat. Për vitëri u dha, në një gjithë vogël. Sa na dha, mor bure, 8.000 lek ku mor. 8.000 lek vjetra. Qa e 8.000 lek? 2 kilo domate. 2 kilo domate, ja. Qa merë me 8.000 lekor? Ku një qasë? Hajtë ma. Pra ju keni më shumë të sensi i sjelljes për të krijuar kushtet tuaja për të arritur që të bërë një lëvizje ose një transport. Unë thjesht bëj një thirrje, një kërkesë atij organi që merret me këtë punë, ti instruktoj pak këto njerëz kur i merr në punë edhe ju jep detyrën. Marr autobusin për kudo që të shkoj dhe shpesh herë nuk hypi sepse nuk më krijojnë kushtet. Ju mungon mirë, do me thënë, ndofta e thash mirësjellje, po ju mungon dëshira për t'i ndihmuar që e kanë për detyrë. Nëse ti Si thua një mas person, mendimit tim. nëse thua një person invalid, nuk të pëlqen hip, nëse pëlqen hip e merr taksin dhe nuk merr as guximin, faturinë. Shko merr taksi në formë urdhëri. Në këtë formë është mungesë totalisht respekti. Emrin ja veni juve. E kuptoj, më pëlqen kjo thjeshtësia jote, por Emrin ja veni juve. tjetër Më që- vjen keq që të bëj vërejtje se Shqipëria e nëse Tirana flasim- se kam shëtit në disa qytete e kështu. Ka shumë avancime, por mungon thelbi. Dhe më vjen keq për të smurët është temë krejt e veçante dhe shumë thelbësore, po nuk po futem në ato gjëra sepse për mos ju ngrënë shumë kohë dhe për shkak Dapsi. të kushteve, cili është problemi tjetër që hasni ju, për shembull, përveç transportit publik, në ecje, trotuaret, infrastruktura, është okay për persona si ju? them të drejtën, nuk dua, do me thënë, thelbësorja për mua ishte kjo. Udhtimi me autobus për invalidët, titulli, do me thënë, i një shkrimi të vogël. Shumë faleminderit. Gjithë të mirat e respekt. Faleminderit juve, po kush ishte ky? Kjo është Panorama, Panorama. Gazeta Panorama online. Si e shiko, me që kaluam nga tema autobusëve, bravo, ha. në temë tjetër. Edhe du të them unë tani që këto kompanit i manifestojnë her pas here këtë gjëra, se dun lekun ato. E shkojnë deri në ngritjen e biletës popullit.